Në 100 vjetorin e lindjes së aktores së madhe korçare Violeta Manushi, Teatri Andon Zako Çajupi shfaqi premierën e dokumentarit Brezi i Art Violeta Manushi. Përmes materialeve arkivore, dëshmive dhe rrëfimeve, filmi sjell portretin njerëzor dhe artistik të Manushit, duke rikthyer atë në vëmendjen e brezave të rinj. Qëllimi ishte të heqim plurin e aresës dhe t'i lëm diçka në të ardhme, dokumenta, argumenta, prova të këtyre artistëve të mëdhenj që krijuan themelin e teatrit shqiptar dhe të filmit si një vlerë e paçmuar e identitetit kombëtar. Gjatë punës për realizimin e dokumentarit, Çoçoli tregon se ajo që e ka prekur më shumë ishte disiplina dhe dashuria e pakushtëzuar e Manushit për profesionin. Mësova këmbguljen e saj. Ajo tha dhe vetë që dua të vdes në skenë. Ke shumë çfarë mëson nga Violeta në pozicionin e aktores, ajo që e shkëlqyer me një natyrshmëri që rrallë e gjen edhe në aktorët botëror. Dhe mëson një mjeshtri të re aktori nga Violeta. Publiku korçar përjetoi emocione të forta dhe kujtime të paharruara për Violeta Manushin, ikonën e skenës dhe filmit shqiptar, bijën e qytetit që u kthye në simbol të artit kombëtar.